shumë se 2 muaj, prej atë botë kur diskutohej dhe konsultohej në lidhje me çështjen e verifikimit të mandateve të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, legislaturës së 9 dhe sot pra pas më shumë se 2 muaj u kthye edhe një herë në vëmendje çështja e konsultimeve. Kjo pas kërkesës fillimisht nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës përmes kryetarit të saj Ramush Haradinaj, i cili në një deklarim para gazetarëve pak para hyrjes në sallën plenare, pak para nisjes së vazhdimit të sotëm të tentimit për të konstituuar legislaturën e 9, tha se do të bëj si parti kërkesë që të ftoj një konsult bashkë me kryesuesin e seancës konstituive, deputetin më të vjetër në këtë rast, Tavni Dehari dhe përfaqësuesit e tjerë të partive, në mënyrë që të gjendet mbase edhe zgjidhja, sidomos pas vendimit apo akt vendimit faktikisht të gjykatës kushtetuese i cili u publikua gjatë ditës së djeshme dhe në të cilin sipas zotit Haradinaj është teksuar ajo që ndryshimi i formës së votimit në mes të procedurës, pra nga votimi i hapur në të mbyllur, është jo kushtetues dhe që i njëjti sipas tij duhet që të kthehet në formën fillestare siç ishte pra në tentimet e muajit prill për të konstituuar dhe për ta bërë kryetare të Kuvendit Albulina Haxhiu nga vetëvendosje, derisa sipas tij pra në këtë formë dhe kësaj natyre do të jetë edhe kjo konsult. Faktikisht idenë e tij zoti Haradinaj ja ka bërë të qartë sapo ka hyrë në sallë edhe liderëve të partive të tjera që deri dje ishin në opozitë, përfshirë këtë Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës, të cilëve ua ka bërë të ditur pra atë se çfarë do të kërkojnë në këto konsulta. Ai personalisht ka shkuar tek grupi ku ulen zakonisht të Partia Demokratike e Kosovës dhe ka biseduar me Abelard Tahirin, deputetin e PDK-s dhe Memli Krasniqin, derisa së bashku me Time Kadriajin, bashkëpartiakën e tij, ka shkuar edhe tek LDK-ja ku ka biseduar me kryetarin e saj Lumir Abligjiku dhe shefën e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmet Bajrami, që mbase edhe ua ka bërë të qartë këtë kërkesë dhe këtë arsye të thirrjes së kësaj konsulte. Derisa një gjë e tillë ka mirëpritur edhe kryesuesi i seancës, i cili krejt në hyrje siç keni pasur mundësinë ta ndihni, ka thënë që pas akt vendimit të gjykatës kushtetuese do t'i ftoj partitë në një konsult. Sa i përket temës se çfarë do të flitet, zoti Haradinaj i pyetur nga gazetarët ka thënë që do të kërkoj pra nga kryesuesi që të arrihet një dakordim mes partive, qoftë për të kthyer në votim të hapur, qoftë edhe për të gjetur një kandidat tjetër që mbase mund ta bëjë shumicën edhe në votim të fshat, mirë po kryesorja sipas zotit Haradinaj është që të kthehet tek votimi i hapur, derisa i pyetur nëse do ta votonte Albulina Haxhiun pikërisht sot pas zhvillimeve me gjykatën kushtetuese në votim të hapur, nëse do të pranonte që lëviza vetëvendosje ta kthente çështjen në votim të hapur dhe ta propozonte në votim të hapur Albulina Haxhiu për krye parlamentare, zoti Haradinaj ka thënë që preferencat e partisë të tij dihen tashmë cilat janë, të cilat i kanë dhënë vazhdimisht duke aluduar në propozimin që e kanë dhënë se do ta votonin për kryetaret të Kuvendit Saranda Bogujevcin apo Shqipe Selimin, por në një rast tjetër edhe Glauku Njufsen që ka qenë kryetar në legislaturën e kaluar dhe sipas tij të njëjta qëndrime do të jenë edhe në ditën e sotme. Mirë, po mbetet të shihet nëse do të ketë ndonjë lëvizje të qëndrimeve nga partitë tjera apo këtu përfshirë edhe lëvizjen vetëvendosje, e cila paraprakisht në një konferencë të gjatë para gazetarëve në një nga hapësirat e Kuvendit të Kosovës, theksoi edhe një herë qëndrimet në pika të trasha atë që votimi i fshat pra sipas tyre nuk është antikushtetues, zoti Dehari sipas tyre ka vepruar në përputhshmëri të plot me kushtetutën dhe nuk ka bërë asnjë shkelje ligjore, por ajo çfarë ka ngritur si shqetësim është se vendimi i gjykatës kushtetuese, pra që pas 30 ditësh që duhet të konstituohet kuvendi, nuk dihen se cilat do të jenë pasojat pas kësaj date, meqense se sipas Glauku Njufsës në kryetaret e lëvizjes së vetëvendosje, nuk është specifikuar dhe kjo do të çojnë pra kuvendin e Kosovës në një qark sokak, meqense në rast se nuk zgjidhet deri atëherë, nuk dihet se si do të veprohet tutje. Mirë po, ai bashkë edhe me kolegen e tij, antaren e kryesisë së vetëvendosjes Albulina Haxhiu, para gazetarëve kanë bërë thirrje edhe një herë që deputetët të marrin pjesë në votim, fillimisht për krijimin e komisionit, këtë rast duke
që mos u imponuar votën për të votuar për kundër ose abstenimin, po vetëm të marrin pjesë në votim dhe me pastaj të ecet tutje me procedurat e tjera në rast se ka votat partitë që deri dje ishin në opozit mund të arrozojnë komisionin dhe i njëjti me pas të kthehet detyrimisht në votim të hapur, mirë po sipas vetëvendosjes kjo pikë duhet ezauruar me qenë se kanë hyrë tashmë dhe është bërë deri këto tentime dhe njëjta duhet që të finalizohet në një farë forme, qoftë të rrezohet, qoftë të ecet tutje me të, derisa ai ka përmendur edhe një herë para gazetarëve se krejt veprimet që i kanë bërë ai dhe partia e tij qysh nga 15 prilli, duke ftuar partitë në konsultime, duke përmendur pra edhe ftesën për takim që ja ka bërë kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti fillimisht liderëve të partive të përfaqësuara në kuvend. Në atë rast që të cilës ishte përgjigjur vetëm Mimli Krasniqi nga Partia Demokratike e Kosovës me 1 maj, prej kur edhe pati nis ideja për të krijuar komisionin e fshat, por edhe thirrjen për koalicion të mundshëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës, të cilën po ashtu e ka refuzuar Partia e Lumir Abdigjikut, por edhe ofertën që vetëvendosja e ka dhënë për të votuar në pako kryesia Kuvendit për shi kryetarin dhe në kryetaret, dhe e cila sipas konjuftës nuk ka marrë asnjëherë pra edhe pajtimin e partive të tjera, këtë rast të PDK-s dhe LDK-s, me qenë se këtyre partive ju takojnë edhe në kryetaret. Aktualisht salla është e qetë, ka numër të pakët të deputetëve, shumica prej tyre kanë dalur në bife base për të kaluar këtë kohën e pauzës, për të pritur edhe derisa të kthehen bashkëpartiaket e tyre nga takimet që është duke mbajtur në sallën N10. Flamur, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejt për drejt. Sigurisht do të jemi në komunikim të vazhdueshëm mbi zhvillimet brenda sallës së seancave plenare dhe nga brenda do të kalojmë jashtë Kuvendit të Kosovës. Atje kemi kolegën gazetare Qëndresa Bellagoshi, na sjell baka shumë informacione mbi zhvillimet jashtë Kuvendit të Kosovës, atje ku ka një protest të shoqërisë civile, por sigurisht edhe themi kështu deklarimet fillestare ose paraprake të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Qëndresa, më falë, përshëndetje, përkaloj linjën për ju për gjitha informacionet. Po vullnet atëherë në fakt protesta e shoqërisë civile, veç se tashmë ka përfunduar dhe të njëjtit janë shpërndar, por në punët e tyre me njëherë pasi veç se kanë kryer edhe fjalimin të cilin e kanë mbajtur siç edhe herave të kaluara kanë bërë pikërisht në orën e cila ishte përcaktuar dhe e thirrur për fillimin e seancës përkatësisht vazhdimit të 38 të parashqites në fakt të deputetëve këtu në kuvend në tentim për ta konstituar kuvendin dhe ndërfolësit e sotëm, në fakt ishte edhe Naim Jakoj nga IKD, i cili në fakt edhe ngriti shqetësimin që ky vendim i gjykatës kushtetuese i vën dje në fakt megjithëse ka qërësuar disa gjëra duke konfuzuar edhe numrin e ditëve që ju kanë mbetur deputetëve për ta konstituar kuvendin, përkatësisht 1 muaj nga data e kësaj shpalljeje. Ai tha se do të duaj që të ishte edhe më specifike dhe të tregonte edhe pasojat se çka ndodh pas këtij muaji në rast se deputetët sërish vazhdojnë këtë blokadë dhe nuk mirën vesh ashtu si që është kërkuar edhe nga gjykata kushtetuese që të arrihet një marrëveshje. Po ashtu, në fakt ata kërkuan edhe që nga deputetët në fakt të veprojnë dhe të konstituojnë kuvendin dhe më pas të formojnë edhe institucionet, duke ngritur shqetësimin se kanë mbetur një mori punësh pa u kryer për shkak të mos konstituimit të kuvendit, kështu ndërto edhe rishikimi i buxhetit, por edhe një mori problematika të tjera, përfshirë edhe ofrimin edhe të zgjedhjeve lokale dhe në fakt u përmend se si mund të shkohet tash nga liderët e partive, por edhe nga deputetët këtu në përkraje të kandidatëve për kryetar komunash. Flenë theksohet se disa prej tyre janë edhe vetë deputetët kandidat për kryetar komunash dhe të kërkohet besim të bëhen premtime kur tash sa muaj nuk po arrihet që të konstituohet kuvendi. Por përveç shoqërisë civile, të cilët sot kanë ardhur këtu për të ngritur këto shqetësime dhe për të vazhduar protestën e tyre në kërkim të themelimit të institucioneve sa më shpejt dhe të funksionalizimit përkatësisht të tyre, edhe deputetët kanë ardhur dhe janë deklaruar sot në këtë zhvillim të ri pas vendimit të gjykatës kushtetuese që në një farë forme
diçka në fakt ka zgjedhur dhe ka qartësuar, por një pjesë të madhe e ka lënë në interpretimin e deputetëve, i cili ishte krejtësisht i ndryshëm në fakt qasja nga deputetët e partisë së parë, përkatësisht vetëndosjes në krahasim me ato të partive të tjera, meqense palët të interpretojnë në mënyrën pak a shumë siç ata thonë se u ambron qëndrimet që kanë dhënë tash e një kohë. Nga lëvizja vetëndosje ishte Arbilera Gafsi, ministri i arsimit në detyrë, tash edhe deputete e betuar Kuvendit të Republikës së Kosovës, e cila tha se në fakt ajo se çfarë ka thënë gjykata dje është thënë nga vetëndosja tash e disa ditë, dhe sipas tyre votimi i fshehtë i cili është propozuar nuk ka të bëjë diçka me shkeljet e kushtetutës, dhe në fakt për takimin e thirrur nesër nga Albi Kurti, sekretari i lëvizjes vetëndosje, ajo tha se mbas edhe mund të bëhet një propozim që mund të shkohet edhe në pako të votimit apo çfarëdo forme kompromisit që mund të gjendet një zgjidhje për të shkuar në atë formë që të mos ketë nevojë, siç tha ajo, që edhe vetëndosja të përgjigjet njëjtë partive të tjera, kështu duke ja kontestuar edhe emrat për nënkryetar në një formë si Shënderesa, kërkoj falje, do t'ju ndërpres përkohësisht, me qenë se duket se tashmë kemi nisje ose rinisje të seancës në sallën plenare. Ndjekim bashkë. Zini vendet, ju lutem. Po ndjekim Ramush Haradinaj, si duke do t'jap shërimi për takimin. Nxerrem një situatë të shtyrjes, që mos me vazhdu me të vjetër. Ashtu ram të këtë gjithë. Pra me atë sa rita të dëgjoj, me gjasë ka një dakordsim për ta shtyrë pra seancën, është mbledhur, pra deputetet janë mbledhur, janë në seancë, por me gjasë për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese, ka një dakordsim të shtyhet kjo seancë plenare në mënyrë që t'ju jap mundësi subjekteve politike pra për konsultime të më të tjeshme. Kjo me gjasë do t'jetë edhe mbasi kumtimi që vetëm pas pak do të bëj edhe kryesuesi Avnidari. Ndjekim në këto momente nëse do të ketë pra komunikim të këtij informacioni për deputetët në sallë.